Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm edhe si kur mos na ketë votuar, kur mos na votoj që të pranoj që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turm që shkon të bllokojë aeroportin. Nuk e pranon dot askush më këtë. Është e pamundur. Dhe natyrisht tërheqja pak nga pak e atyre që shkuan atje për të dalë në skenë dhe mbetja e një grupi ku ka një përzierje të hatashme. Dhe është një përzierje, siç e thonë këta patriotë digital, mbarkombëtare. Vin njerëz nga Kosova, vin njerëz nga Maqedonia, vin njerëz nga territore të tjera për të shpëtuar Shqipërinë në emër të shqiptarëve. Ulërin të mblidhet këtu kombi. Ndërkohë që njerëzit që funksionojnë me arsye, edhe ata të bankave, të mirë paguarit, më të paguarit, me meritën e tyre, e kuptojnë shumë mirë që këtu ka diçka që nuk shkon fare. Dhe si kam dhënë përgjigje kujt, sepse më zhdukur por kur ka momente të tilla, kam shumë kënaqësi të kujtoj një hollësi tek Homeri. Kur Odiseu afrohet pranë sirenave dhe refuzon që të mos i dëgjojë. Përkundrazi, ai insiston që t'i dëgjojë. Sepse vetëm ai që i dëgjon kupton se sa i madh është tundimi në një mënyrë ose në tjetër. Por ai bën dhe një gjë tjetër. Lidhet shumë fort mbas Diregut të Anijes, jo se s'ka besim tek vetja, por sepse ai nuk e negocion destinacionin. Dhe atë që vetja në një dekik të vetme mund t'ja bëj